Njësia vendore kujdesit shëndetësor në Vlorë ka kryer gjithë analizat përkatëse lidhur me furnizimin me ujë të pishëm të popullatës. Analizat janë realizuar që në momentet e para kur qyteti Vlorës u furnizua me ujë me bote, si dhe gjatë periudhës ku u rikthye furnizimi me ujë të pishëm nga ujësjellsi. Shefi epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, ka bërë me dije se gjithë analizat e kryera deri më tani rezultojnë brenda normave të rregullta. Ai ka theksuar se analizat fiziko-kimike janë në rregull, ndërsa pritet përfundimi i analizave mikrobiologjike, të cilat do të japin rezultatin përfundimtar mbi cilësinë e ujit të pishëm. Gjithsesi, Bashllari ka theksuar se situata paraqitet më se normale dhe se uji i pishëm është brenda parametrave të lejuar dhe në përputhje me standardet përkatëse. Doktor, 4 ditë Vlora pa ujë të pishëm, megjithatë pas rikthimit të ujit të pishëm normalisht janë bërë edhe analizat përkatëse në bashkëpunim me ujësjellsin, pikat ku janë marrë, sa mostra janë marrë dhe çfarë përgjigjesh kanë dalë sot nga ato analiza? Përtej defekti teknik të ujësjellsit është në detyrë funksionale të Njësisë Vendore Kujdesit Shëndetësor monitorimi i gjendjes shëndetësore të popullatës, referuar sëmundjeve infektive të natyrave të ndryshme në kontekstin e mungesës së ujit. Sigurisht i kemi kushtuar rëndësi monitorimit pra të analizave të ujit gjatë furnizimit në këto ditë të popullatës me autobote që do të janë kryer analiza të tyre dhe të institucioneve që janë furnizuar kryesisht. Dhe siç e dini, prej ditës së dieshme, pra me lëshimin e ujit në rrjet, kuptohet që në bazë të rregullores për cilësinë e ujit të pishëm, institucionet kanë detyrim ligjor të bashkëpunojnë dhe kjo ndodh gjithmonë pra midis ujësjellsit, shoqërisë rajonale të ujësjellsit, inspektoriatit shtetëror shëndetësor dhe drejtorisë dhe Njësisë Vendore Kujdesit Shëndetësor. Që do të thotë ne kemi marrë analizat, pjesa fiziko-kimike është në vlera normale, dhe në bazë të afateve laboratorike presim dhe pjesën mikrobiologjike, pra rezultatet e analizave në burimet janë në parametra normal. Këtu ne monitorojmë ujin pra që vjen te qytetari nëpërmjet rrjetit të ujësjellsit dhe merret ujë në të gjitha lagjet e qytetit, pra është një detyrë e përditshme që ne dhe pas lëshimit të ujit janë marrë analiza dhe ditën e dieshme dhe sigurisht sot në mëngjes dhe si çdo ditë që do vazhdojmë të marrim, pra që është lëshuar për ditës së dieshme, nga pikpamja fiziko-kimike është në parametra normal, kuptohet për të parandaluar për çdo lloj ndotje të mundshme, qytetarët janë këshilluar nga drejtoria e ujësjellsit, duhet i kushtojnë rëndësi njëkohësisht edhe depozitave, por të kemi parasysh që kemi bërë me një defekt teknik dhe jo me një pra kontaminim të. Doktor, megjithatë duhen 48 orë që uji të qarkullojë, pak nuk është ka thënë ujësjellsi. Unë duhet të shtroj pyetjen edhe një këshill nga ana juaj për ata familjarë të cilët përdorin ujin e depozitës së tyre, duhet të klorifikojnë si funksionon apo uji klorifikohet nga ana e ujësjellsit në banesat e familjarëve? Atë, në bazë të rregullores ne monitorojmë ujin e rrjetit, pra ujin që lëshon ujësjellsi Vlorë. Siç e dimi, pjesë e mirë e pavateve kanë depozita që kanë për detyrë qytetarët t'i pastrojnë, por nuk është se ne kemi ndotje të ujit dhe po bëjmë rekomandime. Ajo është një kujdes që duhet ta kenë gjithkohon qytetarët, pra depozitat nëpër pallate të pastrohen. Në periudha të ndryshme na ka rastisur pra që vinë qytetarë që dyshojnë për ujin, sidomos gjatë verës, që s'u pëlqen shije apo në ngjyrë, që kanë të bëjnë kryesisht me depozita. Vlora vojti për 5 ditë mungesë në ujë të pishëm, ndërsa situata tashmë drejt normalitetit, teksa gjatë këtyre ditëve një vëmendje veçantë i është kushtuar analizave të ujit.